Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se kryeministri në detyrë Albin Kurti është agenti i Serbisë dhe Rusisë, kur u pyet mbi deklaratat e pushtetit se deputetët pakicë jo serb po shantazhohen nga Serbia për të mos krijuar qeverinë e re për krah Albin Kurtit. Këto deklarata Haradinaj i bëri në Blitz intervju, ku përsëriti se Kurti ka zbatuar agjendën ruse dhe serbe në Kosovë. Kjo është një shenjë dobësisë së Kurtit dhe të qeverisë së tij. Realisht Kurti është, kam deklaruar disa herë, ky është agenti i Serbisë, i Rusisë, sepse ka zbatuar agjendën ruse dhe serbe. Ndikimet e mekanizmave ndërkombëtar janë gjithkund. Ne shohim përpjekje për ndryshime në Serbi, pra shohim protesta, zhvillime e përpjekje për ndryshime në Kosovë. Të ndryshimit të kësaj qeverisje, u shpreh Haradinaj. Më tutje, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka deklaruar se Albin Kurti ka qeverisur i vetëm për 4 vite dhe sipas deklaratave të tij, rezulton se Serbia ka rritur fuqinë ndaj deputetëve jo serb. Kurti zakonisht i reflekton pasojat e asaj kush është, ai e ka rrit fuqinë e Serbisë deri në këtë mas në Kosovë, ka qeverisë në mandat të plotë i pavarur me asnjë parti tjetër shqiptare. Pas 4 viteve, rezulton se që nga rrit fuqia e Serbisë mbi deputetët jo serb, që unë nuk besoj se deputetët jo serb janë në ndikimin e Serbisë, deklaroi në fund kreu i AAK-s.